Në qendër Tiranës, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që jo më kot ka emër të tillë, Bashkia e Tiranës, qeverisja dhe e mazhorancës shqiptare ka vendosur që të bëj zbukurimet me rastin e 14 shkurtit me tematik LGBT-je. Kjo është një thyerje dhe një ofendim dhe një provokim për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë familjet shqiptare. Ligji në Shqipëri, sipas Konstitutës, e bën familja. Ajo është pjesa më e shenjtë e këtij kombi. Dhe mos harrojmë që jo më larg se dje, patëm statistika, gati ka rënë lindjet 74% nga viti 90 deri më sot. Dhe ky është një tregues edhe një herë për të parë se në çfarë krize ka hyrë kjo shoqëri dhe se si nuk stimulohet e drejta e lishmja dhe e ardhmja e këtij kombit, por stimulohet ajo që nuk është shumica dhe nuk është ajo që përcaktohet në legjislacionin shqiptar. Bashkia e Tiranës nuk e di çfarë agjende ka, por në ligjin e saj organik ajo përfaqëson interesat e gjithë qytetarëve të Shqipërisë dhe të Tiranës si kryeqendër e Shqipërisë dhe në asnjë mënyrë nuk ka për detyrë të përfaqësoj orientime seksuale të pakicave që nuk janë shumica e qytetit. U mendoj që një qytet, ashtu siç është dhe polisi i famshëm grek, bazohet mbi familje dhe të stimulosh dhe të orientosh rinin drejt dhe ta minimizosh rolin e familjes dhe ta orientosh drejt kësaj gjëje, mendoj që kjo flet shumë që zoti Rama e ka kapur jo vetëm korrupsioni financiar dhe material, por e ka kapur dhe korrupsioni moral. Ndaj duhet reaguar përpara këtyre gjërave që edhe pse shumë mund thotë që e bën për të hequr vëmendjen, jo, nuk e bën për të hequr vëmendjen, e bën sepse pikërisht do të zhbëj qelizën bazë të shoqërisë shqiptare që është familja. Ligjin e bën shumica dhe shumica e shqiptarëve kanë të shenjtë familjen.